Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, është një rregull që njeriu nëse nuk ja din vlerën një gjëje, do ta humbas atë. Dhe gjëja më e madhe dhe më e rrezikshme nëse njeriu nuk ja din vlerën dhe do ta humbas, është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu do ta njeh Allahun subhanahu wa taala ashtu siç i takon dhe siç duhet të njohet Allahu subhanahu wa taala, me domos kjo njohuri do të çonte tek një transformim dhe të një ndryshim rrënjësor tek ky person. Dhe mosnjohje e Allahut subhanahu wa taala, ky njeri ka humb gjën më të madhe. Pra, si rregull. Mirë po kjo rregull nuk kufizohet vetëm me njohjen e Allahut subhanahu wa taala, mirë po kjo ka të bëjë dhe hyn në të gjitha sferat dhe poret e jetës së njeriut. Dhe kjo mund të zbatohet dhe të zbritet edhe në muajin në të cilin gjendemi, pra muajin Rexhep. Nëse i pyesim shumicën nga ne pra për këtë muaj, të pakt janë ato të cilët e dinë vlerën e këtij muaji, pra muajit Rexhep. Dhe si rezultat që nuk ja dinë vlerën, me domos edhe do të humbet pra ajo shpërblimi dhe gjëra të cilët gjenden në këtë muaj. Pra, si thashë rregull, nëse një njeri nuk ja din vlerën diçkaje, do ta humbas atë. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala, pra kemi dy lloj, pra njerëz që llogarisin muajt në dy lloj. Kemi muajt diellor që llogariten pra mes toka dhe diellit, dhe kemi muajt hynor që Allahu subhanahu wa taala i lidhi dispozitat e Islamit. Pse, të nderuar vëllezër? Sepse hëna është më lehtë të dallohet, të shikohet, për çdo kategori të njerëzve mund ta dallojnë fillimin dhe fundin e muajit, po ashtu muajt hynor janë më të shkurtë dhe kjo është prej drejtësisë dhe urtësisë dhe mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse marrim shembullin e Ramazanit, herë Ramazani bjen në verë, ndoshta ku duhet të agjërosh 16-17 orë në 40 gradë Celsius, po ashtu mund të bjerë edhe në dimër, kur koha është më e ftoftë dhe duhet të agjërosh shumë më pak dhe kështu me radhë. Pra, këto gjëra të nderuar vëllezër nuk janë rastësi, por këto janë urtësi dhe drejtësi Allahut subhanahu wa taala dhe na jep të kuptojmë se feja islame është fe universale, fe e lehtësisë dhe kështu me radhë. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për muajt, çka thot? Inna iddatash shuhura inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Me të vërtet thot, muaj tek Allahu janë 12 muaj. Ditën kur e krijoi qiellin dhe tokën. Khalaqa as-samawat, qiellin dhe tokën. Minha arba'atun hurum. Prej këtynve 12 muajve, 4 janë të shenjtë. Fela tadhlimu fihinna anfusakum. Atëherë mos i bani pa drejt vetes tuaj në këto muaj, dhalika dinul qayyim. Dhe kjo është pra nga besimi i drejtë dhe mos i bani pa drejtësi vetes. Të nderuar vëllezër, njeriu si qenje është e dobët. Si krijesë është e dobët. Këtë dobësi e forcojnë edhe faktorët e jashtëm dhe të brendshëm, dominimi i jetës materiale dhe kështu me radhë, edhe më shumë e defokusojnë nga rruga për tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe mu për këtë Allahu subhanahu wa taala, duke e ditë se njeriu si qenje është e dobët, her pas here, pra që mos të rri njeriu me njeriu në të njëjtën ritëm,
Sjellni muaj që ta shpeshtojnë dhe ta shtojnë adhurimin. Pra, ndër ato janë edhe muaji në të cilin gjendemi, është muaji Rexhep. Për këtë dietarët kanë thënë, muaji Rexhep është muaj i mbjelljes. Muaji Shaban që do të vinë, që do ta pasojnë muajin Rexhep, është muaj pra i ujitjes, ndërsa muaji Ramazan është muaj i korrjes. Allahu subhanahu wa taala i takojnë shembujt më të lartë. Mirë po, Islami të nderuar vëllezër është fe edhe logjikës që Allahu subhanahu wa taala e afroi që njeriu pra nuk erdhe me diçka të pamundur dhe diçka që e kundërshton logjikën, dhe unë do ta pruj një shembull nga jeta jonë praktike që ta kuptojmë pse Allahu subhanahu wa taala para Ramazanit sjell muajt të Rexhepin, Shabanin para Ramazanit dhe kështu me radhë, dhe i vlerësoj këto muaj para se të hyjmë në Ramazan dhe kështu me radhë. Gjithë e dim se njeriu pra nëse e ka një organizim duhet të përgatitet për atë gjë. Nëse e ka një event pra dhe kështu me radhë, varësisht sa është kjo e madhe dhe rëndësishme për këtë person, aq edhe ky person i paraprin organizimi. Gjithë e dim se qyteti jon është qytet turistik. Dhe gjithë nga ne përgatitet për para sezonit turistik. Mirë po kjo varësisht, dikush përgatitet një muaj më herët, dikush 2 muaj më herët, dikush fillon me përfundimin e sezonit dhe kështu me radhë. Dhe varësisht sa njeriu përgatitet për këtë sezon, aq edhe do të dalë me përfitime nga ai sezon. Dhe është jo logjike që mos përgatitet hiç për sezonin turistik dhe thjesht momentin që fillon sezoni ky me fillu me punu. Pra do të mundohet ndoshta me do përfitime shumë të dobta apo mos themi inekzistente. Kështu të nderuar vëllezër, është edhe muaji i Ramazanit. Shumë nga ne i kaplon pra 2 net, 3 net, 4 net, pra i fillon me një entuziazëm të adhurimit dhe kështu me radhë, pastaj fillon dhe dobësohet. Xhamia ditët e para të Ramazanit i kemi plot, pastaj natën e 3, natën e 4 fillon të dobësohet dhe kështu me radhë. Arsyeja të nderuar vëllezër është se ne thjesht nuk jemi përgatitur për këtë maraton dhe për këtë sezon. Thjesht na ka gjetë të pa përgatitur dhe kemi hyrë në të, dhe varësisht njeriu sa ka edhe kondicion do ta çoj. Ka dikush që është përgatitur dhe e man Ramazanin, e man Teravit, e man namazin, Kur'anin dhe veprat e mira. Mirë po ato të cilët nuk janë përgatitur, shef ditën e parë, ditën e dytë, tretë dhe mundohet pra dhe shkon dhe dobësohet. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala e sjelli muajin Rexhep të nderuar vëllezër që ne të përgatitemi. Momenti që njeriu fillon dhe përgatitet nga ky muaj, pastaj vijon pra muaji i ujitjes, Shabani pas këtij muaji, pastaj njeriu kur hyn në Ramazan të nderuar vëllezër është i përgatitur. Momentin që njeriu nuk përgatitet, mos shpresojnë se do të ketë një kondicion të mirëfillt që ta kalojnë Ramazanin ashtu siç kërkohet nga ai, sepse nuk është përgatitur. Për këtë Allahu subhanahu wa taala e sjelli muajin në Rexhep që njeriu të fillojë të përgatitet. Pastaj Shabani dhe Ramazani. Të nderuar vëllezër, është diçka interesant në këtë muaj se përveç që i paraprin muajit Shaban, në këtë muaj njeriu pra ka afat që të fillojnë me disa gjëra që do ta lehtësojnë edhe vazhdimsi në muajin Shaban dhe Ramazan. Nuk është se ka ndonjë adhurim të veçantë ky muaj. Mirë po, ky muaj duhet të jetë një piknisje për ndryshimin tënd. Momentin që ky muaj është një piknisje që ti të ndryshosh, që ti të përmirësohesh mes teje dhe Allahut, mes teje dhe njerëzve dhe kështu me radhë, atëherë të nderuar vëllezër, do ta shihsh ëmbëlsinë dhe rezultatin e këtij veprimi nëse ke filluar mi marr prej këtij momenti. Pra, siç thash, nuk ka ndonjë adhurim të caktuar që nga ne kërkohet ta veprojmë në këtë muaj. Përveç se kjo duhet të jetë një piknisje e ndryshimit dhe përmirësimit ton. Gjithë e dim dhe çdo kush nga ne e njeh veten më mirë se çdo kush tjetër. Çdo kush nga ne e din se është i sprovuar me ndonjë mëkat të caktuar. Mos pres që të vinë Ramazani dhe të hyjë në Ramazan me mëkat
sepse dije të nderuar vëllezër se nuk do ta shijojnë atë muaj. Sepse nuk ka mundësi të hysh në një muaj që Allahu subhanahu wa taala zbret në të mëshirën dhe kështu me radhë dhe ti pra nuk je penduar. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Utlubu, thot kërkoni el khayra kullahu, dahra kullahu. Kërkoni thot mirësinë në çdo kohë. Pra njeriu prej kur vjen në këtë botë duhet që të mundohet që të kërkojë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa inna wa ta'radu anfusakum lin-nafahat fa inna lillahi nafahat yusibu biha man yasha'u min ibadi. Kërkoni mirësitë, punoni vepra të mira, mirë po thot të jeni të kujdesshëm thot dhe ekspozoni veten ndaj disa kur Allahu subhanahu wa taala zbret mëshirën e tij dhe rrezet e mëshirës së tij, sepse ka çaste, ka momente të caktuara, siç është muaji Rexheb dhe kështu me radhë, thot Allahu thot godet me rrezet e mëshirës së tij. Atë njeri që godet Allahu të nderuar vëllezër me rrezet e mëshirës së tij, do të ndryshojnë çdo gjë tek ky person. Pra, shfrytëzoni thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto muaj të shenjtë, thot që të zbres dhe Allahu t'ju godes me mëshirën e tij. Fela tadhlimu fihin anfusakum. Mos i bani pa drejt vetes tuaj. Dikush mundet me pyet pse në muaj tjerë na lejohet pa drejtësia? Jo të nderuar vëllezër, në asnjë muaj nuk lejohet pra pa drejtësia dhe mëkatet janë të ndaluar dhe kështu me radhë. Mirë po si shkak i shenjtërisë që Allahu subhanahu wa taala i vlerësoi këto muaj, pra e bëri siç thot Ibn Abasi, thot vepra të shpërblehen më shumë dhe mëkatet dhe ndalesat të dënohen më shumë shkak i shenjtërisë që kanë këto muaj. Fela tadhlimu fihin anfusakum, mos i bani pa drejt vetes. Çka është pa drejtësia? Të nderuar vëllezër, definicioni i pa drejtësisë është të shfrytëzohet diçka në vendin jo të duhur. Kjo është pa drejtësi. Çka do të thonë? Nëse përkthem pra ndryshe, nëse Allah subhanahu wa taala të begatoj me shikim, shfrytëzimi i shikimit në atë që Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar, kjo është pa drejtësi. Nëse Allah subhanahu wa taala e krijoi njeriu në formën më të mirë dhe nyje që i krijoi Allah subhanahu wa taala e mundsoi që njeriu të binë sejdë dhe ne gjithë e dim se njeriu i paralizuar nuk mund të binë sejdë, sepse nyjet që nuk janë të lëvizshme nuk e lejojnë. Pra Allahu e krijoi njeriu në formën më të mirë dhe e obligoi që të binë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Momentin që njeriu pra nuk i bën sejdë Allahut subhanahu wa taala është duke i bë pa drejt vetvetes së vet. Për atë Allahu subhanahu tha, mos i bani pa drejt. Pra mos i shfrytëzoni këto dhunti. Apo dhunti që i keni, nëse nuk i shfrytëzoni për ato gjëra të cilët janë krijuar dhe kështu me radhë, kjo tregon të nderuar vëllezër se kjo është pa drejtësi. Fela tadhlimu fihin anfusakum. Mos i bani pa drejt vetes tuaj dhe nuk ka më pa drejtësi të nderuar vëllezër se Allahu subhanahu wa taala na krijoi në formën më të mirë, na përsosi shikim, dëgjim dhe të gjitha të mirat dhe me begati të panumërta dhe personi të gjithë këto begati dhe të gjithë këta dhunti dhe kështu me radhë i shfrytëzon duke i bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala dhe duke mos i respektu urdhrat e tij. Nuk ka pra pa drejtësi më të madhe se njeriu t'ia kthej shpinën Allahut subhanahu wa taala. Kjo a veçohet veç në këtë muaj në të cilin jemi, jo të nderuar vëllezër. Mirë, po si thash, Allahu subhanahu wa taala i dha shumë vlerë Ramazanit. Dhe e diti se njeriu është i dobët dhe milan deri momentin e fundit edhe me hyn Ramazan, në atë gjendje në të cilin është e pakapshme dhe pa përballueshme për njeriu. Atëherë filloi me 2 muaj para, Rexheb dhe Shaban, që të fillojë njeriu pra të përmirësohet. Dhe momenti që njeriu fillon dhe përmirësohet nga ky muaj, me mos do ta vazhdojnë dhe do të hyjnë në Ramazan dhe do të dalë nga Ramazani me lejen Allahut i falur nga mëkatet. Mirë po nëse fillon në këtë muaj dhe vazhdon muajin Shaban dhe ende ky është i mvarur dhe i sprovuar me mëkate dhe kështu me radhë është peng i mëkateve, ky të nderuar vëllezër ta dini se mëkatet do ta shuajnë flakën e besimit të cilën gjendet në brendsinë e njeriu. Sepse nuk ka mundësi edhe mëkate edhe ëmbëlsira e besimit. Ose do t'i bësh Allahut mëkat dhe do të ngritet nga ti ëmbëlsira e besimit, ose do ta kesh ëmbëlsirin e imanit dhe besimit dhe pra do ta kesh pra të kundërtën.
Pra të nderuar vëllezër, na kanë mbetur edhe 40 ditë nga muaji i Ramazanit. Të fillojmë nga ky moment. Gjithë e dim veten, çdo kush e njeh veten, çdo kush i din mëkatet të cilat tash i sprovuar. Ti jap besë Allahut subhanahu wa taala dhe të mundohet dhe thonë o Allah, kërkojnë pendim te Allahu subhanahu wa taala dhe të jap besën Allahut subhanahu wa taala, o Allah, une me këtë mëkat nuk do të hyj në Ramazan. O Allah, pra siç thash, nuk ka askush nuk e njeh veten e vet më mirë se sa personi. Gjithë i din ato tmetat, gjithë i dim ato neglizhent të cilët jemi karshi dispozitave dhe urdhave të Allahut, ndaj mëkateve dhe kështu me radhë. Mirë po, me shpresën se Allahu subhanahu wa taala do të na fal, me shpresën se Allahu subhanahu wa taala do të na mundsoj të arrisim Ramazanin. Nëse edhe njëri nga ne nuk do të arrijë Ramazanin, nëse kemi qenë të sinqertë dhe jemi përmallu për këtë muaj të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se do të arrijmë shpërblimin e Ramazanit. Pra, fela tadhlimu fihi anfusakum, mos i bani pa drejt vetes tuaj pra në këtë muaj të shenjtë, duke fillu pra duke u largu nga mëkatet, duke fillu mi kry ato obligime të cilat nuk i kemi kryer deri këtë moment dhe kështu me radhë. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 min yawm khalaqa as-samawati wal ard. Pra muaj tek Allahu janë 12, ditën që e krijoi qiellin dhe tokën. Fala tadhlimu fihi anfusakum, mos i ban pa drejt vetes dhe nuk ka ma pa drejtësi të nderuar vëllezër se këto begati dhe këto dhunti dhe këto nimete ti shfrytëzojmë në ato gjëra për të cilët nuk jemi kriju, apo e kundërta, këto dhunti të cilët i kemi mos ti shfrytëzojmë duke i bë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa